I herë plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha. Këtu më sjell mua për fëmijët e mi, për familjen time, për shtetin tim, kjo është e veçantë. Me lutje, shëndet e marsi për veti, për fëmijët, për gjithë njerëzimin. Në një më shëndisht në marë për drëmën, për marsi, për gjitha punët. Për ne nuk ka pagume kjo ditë. Me lutje të kërkojmë shëndet, jetë, punët, i kena shnëshë mirë, gjithë ku i kena, na vjen shnësh. Po, për zotën, se ma i ben ka 70 vjetë, po, 71. Jam 71 vjeqe. Mrekulli ka ba. Të më nësulli besimi që kemë për shenjtin e shënanua. Këto janë do ditë që kanë bom mrekullinat mëlaja edhe këna orkë. Në këtë ditë për lutje më në primar, më në largu të këshijat, më në rujt kalamajt, Vim nga Lezhë, unë vim fakt rregullisht. Besoj të ky vend i shenjt, besoj të shenjti i shënanua, ka bom mrekulli shumë e rëndësishme. E baj me shumë dëshirë, me shpirt, me shumë nërgjegje. Për bekim, për marrësi në shtëpi, për gëzime. Po kërkojmë që të jetojmë, të jemi të shëndetshëm, të jetojmë më mirë, në përgjithësi. Gjithë ky njeri që këtu, t'i marrë këto shenjtni, këto gjana që me qa po ndodhin, me qa po shohin, të mos dalim jashtë këtij besimit, se vërtet është një besim, gjitha besimit, po ky me shembull konkret e ka dhënë. Unë e vin nga Trepoja, ra kom kampo, ma murë mu më solli sot me dalë më lutë për fëmijët mi, si i kom rrugave, edhe jam vetë të shtëpia. Kjo është shumë e rëndësishme, për mua është gjoja me shtrejt, është kjo, ditë e sodit e shenjt. Po është, unë jam shumë, besoj shumë, çdo të martë, vetëm i të martë se jam ka shkoj në Romë, të vajza, 7 ditë, edhe do këthej në afil këtu do vi.